Seanca e radhës në gjykatën e posaçme për dosjen e bujshme plumbjar u shoqërua me dëshminë e Enrik Hoxhait, i cili fillimisht kishte marrë statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë, por më pas ju revokua nga prokuroria e posaçme pasi u provua se kishte gënyer në disa prej rrëfimeve të tij. Përpara trupës gjykuese, Hoxha i riktheu në vëmendje njohjen me Nurettin Dumanin, që sipas tij daton në vitin 2020 gjatë një feste ditëlindje të Festim Qolit. Ai tregoi se aty kishin shkëmbyer kontakte dhe se pak kohë më pas ishte kontaktuar nga Dumani, i cili kishte ofruar para në këmbim të përfshirjes në një atentat. Sipas dëshmisë, objektivi ishte Dorian Shkoza, i cili u ekzekutua me 2 mars 2020. Gjatë sulmit mbeti i vrarë edhe Angelo Avdia, duke e kthyer ngjarjen në një atentat dyfisht. Hoxha i deklaroi se fillimisht Dumani i kishte thënë se vrasja ishte porosie një personi të njohur me Nov Kënkrymi, që sipas hetimeve i referohet Erion Alibej, por më vonë kishte ndryshuar version, duke thënë se bëi fjalë për çështje personale. Ai shtoi se në ekzekutim kishte marrë pjesë së bashku me Elio Bitrin, ndërsa Nurettin Dumani kishte ndjekur nga pas për të siguruar që atentati do të realizohej sipas planit. Për këtë ngjarje, sipas Hoxhait, ishte premtuar një pagesë prej 70.000 eurosh, shumë që u nda mes tij dhe bashkëpunëtorit të tij. Në vijim të rrëfimit, Hoxha i tregoi se pas ngjarjes ishte larguar drejt zonës së plepave, ndërsa automjeti i përdorur në atentat ishte djegur në bishtin e zhurit për të zhdukur gjurmët. Ai deklaroi se më pas nuk ishte fshehur, por kishte vijuar jetën normalisht, madje edhe në Tiranë. Dëshmia e tij konsiderohet si një nga episodet kyçe të procesit gjyqësor për dosjen plumbjar, ndërsa prokuroria po përpiqet të verifikojë saktësinë e deklarimeve pas dyshimeve të mëparshme për pasaktësi në rrëfimet e dhëna.